70 vjet nga pranimi i Shqipërisë në OKB. Më 1 dhjetor 1955, Komisioni i Posaçëm mori në shqyrtim pranimin e 18 shteteve të reja në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Më 8 dhjetor 1955, çështja kaloi për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme, e cila miratoi rezolutën me shumicë votash. Votimi përfundimtar për pranimin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit sipas projekt rezolutës së paraqitur nga Zelanda e Re dhe Brazili rezultoi me 7 vota pro: Brazili, Irani, Zelanda e Re, Peruja, Turqia dhe Bashkimi Sovjetik, dhe 4 abstenime: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Tajvani dhe Belgjika. Megjithatë, gjatë votimit për pranimin e Mongolisë, Tajvani votoi kundër, ndërsa Bashkimi Sovjetik përdori të drejtën e vetos për të bllokuar pranimin e disa vendeve kapitaliste, duke e bërë kështu të pavlefshme rezolutën edhe për Shqipërinë. Si rrjedhoi, çështja u rivotua më 14 dhjetor 1955. Në këtë rivotim, për pranimin të Shqipërisë votuan Brazili, Franca, Irani, Zelanda e Re, Peruja, Turqia, Bashkimi Sovjetik dhe Britania e Madhe, ndërsa abstenuan Belgjika, Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Projekt rezoluta u miratua në tërësi. Shqipëria u pranua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara së bashku me Jordaninë, Irlandën, Portugalinë, Hungarinë, Italinë, Austrinë, Rumaninë, Bullgarinë, Finlandën, Ceylonin, Nepalin, Libinë, Kambodgjan, Laosin dhe Spanjën. Shumica prej tyre vende të dala humbëse nga lufta e dytë botërore. Përgatiti, histori e heshtur.